Okej, le ta zbërthejmë këtë. Kemi një temë, si të them, shumë të veçantë sot. Kemi një sër burimesh nga një material i quajtur dhuro ushqim, solidariteti dhe misioni i bankave ushqimore. Është një material mjaft i pasur, po. Fiks. Dhe misioni i kësaj analize të thellë që po bëjmë është të kuptojmë hapat praktik, se si mund të niset një projekt lokal i bankës ushqimit dhe si mund të transformojë kjo gjë një komunitet të tërë. Eksakt, jo vetëm si ide, por si praktik. Por para se të futemi te pjesa e inxhinierisë, domethënë te hapat se si bëhet, ka një kontrast nga burimet që të godet fort. Të dëgjoj. Për shumë njerëz, një vakt i ngrohtë në darkë është diçka krejt normale. Është thjesht rutinë. Po, e marrin të mirë qenë. Pikërisht. Ndërkohë për disa familje është një luks absolut, dhe këtu vjen ai paradoksi i madh që përmendet në tekste. Nga njëra anë, male me ushqim hidhen çdo ditë në fund të ditës. Nga ana tjetër, ke njerëz, ndoshta 2 bloqe pallatesh më tutje, që bëjnë llogari se si të mos flenë të uritur. Ajo që është më gjepsëse këtu është mënyra se si e trajton burimi këtë problem. Sepse, shiko, instinkti i parë është ta shohësh këtë thjesht si një problem humanitar. Do me thonë si çështje bamirësie. Po, si lëmosh. Por thelbi vërtet, dhe kjo shpjegohet shumë qartë, është se bankat e ushqimit nuk janë thjesht një akt bamirësie. Ato janë zgjidhje të pastra logjistike. Logjistike, si të ishte një biznes. Pak a shumë, sepse problemi nuk është se nuk ka ushqim. Ne prodhojmë shumë më tepër kalori se ç'na bëhen. Problemi është një zinxhir i thyer furnizimi mes asaj teprice dhe atij që ka vështirësi ekonomike, dhe burimi ka një frazë shumë të qartë dhe të fortë për këtë. Cila është fraza? Thotë që askush nuk duhet të flejë i uritur, dhe kjo nuk është thjesht një dëshirë, por një synim inxhinierik. Wow, më pëlqen kjo ideja e inxhinierisë. Por para se të ndërtojmë diçka duhet të dimë çfarë po ndërtojmë apo jo? Definitivisht. Duhet kuptuar koncepti bazë i bankës ushqimore. Pra, nga burimet që analizuam, bankat e ushqimit përshkruhen si qendra komunitare, vende që mbledhin, ruajnë dhe rishpërndajnë produkte tek ata që kanë nevojë, për të reduktuar urinën dhe nga ana tjetër për të ndalur hedhjen e ushqimit. Fiks. Janë 2 qëllime që goditen me një gur. Unë si lexuese, kur shihja këtë, krijova një lloj analogjie në kokë. E mendoj një bank ushqimi si një lloj rezervuari uji. Si rezervuar uji, interesante, si e lidh me këtë? Shiko, imagjino një lum që rrjedh vrullshëm dhe i gjithë uji derdhet në det pa u përdorur. Ai uji i humbur është ushqimi që hidhet në plera, ndërkohë ke toka të thata rrotull që po vdesin për ujë. Pra, familjet në nevojë. Po, fiks. Dhe banka ushqimore është thjesht ajo diga, ai rezervuari që e kap ujin para se të bëhet i papërdorshëm dhe e shpërndan me kanale të vogla te tokat e thata. Është një analogji shumë e saktë, vërtet. Por këtu kam një pyetje, një lloj dyshimi që njerëzit mund të kenë kur e dëgjojnë këtë. Çfarë dyshimi? Kur flet për diga dhe rezervuar gjigant, individi ndihet i parëndësishëm. Njerëzit mund të hapin dollapin e tyre dhe të thonë, "Okej, un kam vetëm një pako makarona për dhuruar." Ose një shishe vaj. Pikërisht, dhe e mendojnë, a ka vërtet ndikim një gjë kaq e vogël, më mirë po dhuroj fare se nuk zgjidh gjë. Kjo është shumë e rrezikshme. Dhe burimi e thyen këtë mit në mënyrë perfekte. Është miti klasik i apatisë. Pse dështon si logjik? Sepse kjo logjik madh vetëm sasinë fizike të ushqimit dhe injoron anën emocionale dhe psikologjike të varfërisë. Teksti thekson se edhe një dhurim i vogël, një buk apo një paka ushqimore e vetme nuk jep vetëm kalori. Çfarë jep tjetër? Sipas burimeve, jep, po citoj, lehtësim, siguri dhe shpresë. Kur një prind nuk e di se me çfarë do t'i ushqejë fëmijët sot, trupi i tij është në një gjendje alarmi. Një pako e vetme makaronash fikat e alarm. Wow, kjo është e thellë. Por sepse ndonjëherë një vakt i vetëm mund të ndryshojë komplet ditën e dikujt. I jep pak hapësirë për të marrë frymë, për të menduar me qartësi, pa panikun e mbjetesës së menjëhershme. Kështu që ajo pakoja e vetme e makaronave nuk është thjesht karbohidrate, është si një spirant shpëtimi për shëndetin mendor në ato moment. Eksaktësisht, amortizon rënjen. Me që e kuptuam pse edhe një pako e vetme bën kaq shumë diferencë, le të kalojmë te hapat praktik. Po, sepse nuk mund të presim që gjithçka të ndodh vetë. Si kalohet në veprim, si e ndërtojmë këtë rrjetë rezervuarësh në jetën reale duke përfshirë ekonominë lokale? Burimi jep hapa mjaft qartë për këtë.
Fillimisht flet për dhurimin e ushqimeve që nuk prishen shpejt, që është baza. Pastaj thekson grumbullimin e vullnetarëve. Këta që do bëjnë paketimin dhe shpërndarjen. Po. Dhe pastaj pjesa më jetike e ekuacionit, bashkëpunimi drejt për drejt me bizneset lokale, markete, restorante, fura buke. Këtu bëhet vërtet interesante. Pse thua kështu? Po sepse më ngjan si një operacion shpëtimi çdo natë. Këto ushqime po shkojnë drejt koshit të plerave dhe vjen ky ekipi për t'i shpëtuar. Shpëtimi ushqimit është termi sakt, po. Por pyetja është, si i bind këto biznese? Imagjinoj një pronar fure, në orën 10 të darkës është i lodhur, do thjesht të pastrojë e t'ilkën shtëpi, të mbyll qepenin. Si e bind ato që në vend që t'i hedh byrekut e mbetur, t'i bëj pjesë të nismës? Kjo ngre një pyetje shumë të rëndësishme rreth menaxhimit të burimeve. Sekreti, sipas asaj që analizuam, nuk është t'i bësh ata të ndjen fajtor moralisht. Do me thënë pa u mbajtur leksione. Fiks, sekreti është heqja e çdo vështirësie logjistike për ta. Ata binden kur ti u çon logjistikën të dera. Në atë biznes saktësisht në orën e mbylljes. Vullnetarët e bëjnë të gjithë punën fizike. Po. Dhe kjo ndihmon jo vetëm mjedisin duke reduktuar mbeturinat, por ndihmon vetë ekonominë e atij biznesi. Pse? A fitojnë gjë nga kjo ata? Shumë biznese paguajnë tarifa për heqjen e mbetjeve komerciale, të cilat llogariten me peshë ose volum. Duke ja dhënë ato ushqim vullnetarëve, biznesi ka më pak mbeturina për të paguar. Pra, ridritojnë ushqimin, ndihmojnë komunitetin dhe menaxhojnë më mirë resurset e tyre. Dhe këtu hyn në lojë vullnetari si mekanizmi absolutisht jetik. Do me thonë, pa ata që shkojnë e i marrin, kjo ekosistem nuk do funksiononte. Vullnetarët janë qarkullimi i gjakut në këtë sistem. Asgjë nuk lëviz pa ta. Shumë e qark. Por partneriteti me bizneset është vetëm njëra anë e monedhës, apo jo? Po, është vetëm një burim. Si mund të aktivizohen vetë banorët e një lagje, që të mbështesin njëri tjetrin drejt për drejt? Këtu, në burime, flitej shumë për organizimet e fushatave ato që quhen food drives brenda lagjeve. Kjo është ndoshta pjesa më e vështirë por më shpërblyese. Organizimi i fushatave derë më derë ose në një qendër lagje. Dhe burimi merret me thyrjen e dy miteve shumë penguese këtu. Të cilat mita? I pari është nuk është problemi im. Dhe i dyti, bankat e ushqimit nuk bëjnë diferencë reale. Apatia klasike urbane. Pikërisht, ndërkohë që realiteti është krejt tjetër. Këto iniciativa ndihmojnë mira familje çdo ditë në mbar botën. Ato tregojnë qartë se kur një komunitet është i fortë, ai kujdeset për të gjithë anëtarët e tij. Unë mendoja për këtë gjatë përgatitjes, nëse dikush lë një kuti kartoni të madhe në hyrjen e një pallati për të mbledhur ushqime. Kjo nuk është thjesht një kuti kartoni. Po çfarë është? Është një test i mirëfillt për shëndetin mendor dhe social të vetë asaj lagjeje. Shumë e vërtet kjo. Nëse ajo kuti rrie zbrazët për një javë, tregon se ai pallat vuan nga një izolim ekstrem. Njerëzit shohin vetëm punën e tyre. Dhe pyetja ime këtu është, si e luftojmë këtë mentalitet ku askujt nuk I intereson për tjetrin? Këtu ekspertët e burimit citojnë diçka jashtëzakonisht të fuqishme, të cilën dua ta sjell ashtu siç ishte. Ata thonë, patriotizmi nuk është vetëm fjalë, patriotizmi është të kujdesesh për njerëzit e vendit tënd. Wow, kjo e ndryshon plotësisht këndvështrimin. E zhvendos debatin nga një identitet abstrakt ose thirrje rruge në një aksion shumë konkret. Duke organizuar këto fushata lokale, ne fjalë për fjalë them mitin e nuk është problemi im. Pse? Çfarë ndodh gjatë fushatave? Sepse akti praktik I mbledhjes së ushqimeve I nxjerr njerëzit nga shtëpit. Kur ata shohin fqinjin që vë një pako oriz, dikush tjetër sjell një pako sheqer, fjalët kthehen në veprime konkrete. Është patriotizëm në formën e tij më të pastër dhe më funksionale. Dhe kjo na çon mendoj te një nga pjesët më të thella të këtij eksplorimi, efektet anësore të kësaj pune. Efektet anësore. Po, gjithë ky organizim, nga pronari I furrës që jep te pricat, tek vullnetarët që I transportojnë, tek komshiu që fut orizin në kutinë e pallatit, ka një ndikim të jashtëzakonshëm që shkon përtej kalorive. Është një ndikim thellësisht social, po. Si e ndryshon kjo vetë strukturën e një shoqërie? Sipas burimeve që lexuam. Kur ndihmojmë të tjerët dhe reduktojmë shpërdorimin e këtij ushqimi, nuk po rikuperojmë vetëm mallin. Teksti thekson se kjo krijon solidaritet, krijon humanizëm dhe e kthen ndjenjën e komunitetit. Një bank ushqimi nuk mbetet thjesht një magazin.
Çfarë bëhet atëherë? Bëhet një simbol i kujdesi dhe bashkëpunimit. Dhe interesant është se ndikon jashtëzakonisht shumë pozitivisht edhe te vetë ata që dhurojnë. Vërtet. Po, rrit empatin dhe lidhjen me komunitetin e tyre. Sikurse thekson burimi, ndonjëherë një qese e thjesht me ushqime sjell shpresë shumë më të madhe se përmbajtja e saj. Pra, çfarë do thotë gjithë kjo? Kur e lexoja këtë, reflektoja me zë të lartë dhe thosha me vete. Duket sikur vetë ushqimi është thjesht, si të them, thjesht një mjet transporti. Një mjet transporti për çfarë? Për të çuar një mesazh, do me thënë, produkti i vërtet që po shpërndahet në atë lagje nuk është makarona apo vaj, është lidhja njerëzore, është empatia. Ajo pako ushqimi është thjesht justifikimi që këta njerëz të flasin me njëri tjetrin dhe komuniteti të shërojë veten. Është një lexim i saktë, dhe nëse lidhim këtë me pamjen e përgjithshme, ato që trajton thelbi i burimit, shpjegon se mirësia ka një fuqi marramëndse për të ndryshuar vetë njerëzit, jo vetëm rrethanat e tyre materiale. Pra nuk është thjesht ushqyerja fizike? Jo, burimi thotë se një shoqëri nuk mund të matet nga sa pasuri ka grumbulluar gjithsej. Ajo matet nga sa kujdeset për anëtarët e saj më në nevojë. Ndarja e ushqimit me njëri tjetrin në mënyrë të organizuar largon atë që sociologët e quajnë izolim social. Dhe na bën më njerëzor në thelb. Eksaktisht. E bën atë lagje apo atë shoqëri thellësisht më humane. Atëre, le të bëjmë një përmbledhje të shpejtë të këtij rrugtimi që bëm para se ta mbyllim. Po të shohim ku nisëm dhe ku arritëm. Nisëm me urgjencën e madhe, ato idenë që askush nuk duhet të flejë uritur, pastaj kaluam të mekanikat, se si përfshihen furrat dhe marketet, si heqim logjistikën nga shpatullat e tyre. Pastaj te organizimi brenda shkallës pallatit. Po, food drives dhe miti i apatisë. Dhe arritëm te ky përfundimi i bukur që kjo inxhinieri logjistike nuk bën gjë tjetër veç se forcon lidhjet mes njerëzve. Kjo e përmbledh shumë mirë, po. Por pyetja për këdo që na dëgjon është, pse duhet ju interesoj kjo atyre personalisht? Dhe përgjigjja është shumë e thjeshtë. Sepse në çdo lagje ka njerëz në nevojë ekstremisht të madhe dhe në çdo lagje ka ushqim që hidhet çdo ditë në plera. Burimi është aty, nevoja është aty, mungon vetëm ura. Fiks. Dhe të kuptuarit e kësaj logjistike i jep kujdo fuqinë për të qenë ajo ura, ajo pika lidhse në komunitetin e tij. Veprimi i qeshtë i një donacioni apo i të folurit me një biznes të vogël është praktikisht në dorën e kujdo, nuk do ndonjë diplom për ta bërë. Kërkon vetëm vullnet dhe një lloj organizimi fillestar. Dhe këtu unë dhe ti doja të ndanim një mendim të fundit, një mendim pak provokues për ata që na dëgjojnë, që shkon disi përtej asaj që lexuam. Po, një lloj reflektimi i hapur. Nëse ky rikuperim i ushqimit të shpërdoruar, kjo logjistike thjesht që folëm, arrin të ndërtoj lidhje kaq të forta mes njerëzve. Po sikur të aplikojmë diku tjetër? Eksakt. Po sikur të aplikohet i njëjti modeli këtyre bankave komunitare, për burime të tjera që po shpërdorohen çdo ditë rreth nesh. Është pyetje fantastike. Çfarë ke parasysh? Edhe diçka më abstrakte. Aftësitë dhe koha e lirë e njerëzve. O bankat e kohës. Kjo është logjik shumë e thellë. Po, imagjino një mësues në pension që ndihet i pavlefshëm sepse s'ka çfarë bën gjithë ditën, dhe 2 bloke më tutje, një fëmijë nga një familje pa mundësi që po ngel në matematik. Aseti ekziston. Nevoja ekziston. Po, koha e atij mësuesi po shpërdorohet, po aq sa ajo pakoja e makaronave pas dyqanit. Imagjinoni pak se çfarë rjeti të pathyeshëm solidariteti do mund të ndërtonim nëse aplikojmë këtë sistem ushqimor për çdo gjë tjetër. Kjo është padyshim diçka që të lë pa gjumë nëse fillon ta mendosh gjatë. Kjo është diçka fantastike për të menduar gjatë ditëve në vijim, apo jo? Le të shpresojmë që kjo analizë të jetë thjesht një shkëndij për çdo që po dëgjon. Shihemi në eksplorimin e radhës.